Sot para jush paraqesim një analizë të thellë të pa kompromis mbi planin operativ për programa aktive të punësimit dhe shërbimit të tregut të punës për vitin 2025, të publikuar nga ana e Agjencionit për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ky plan, që pretendon të jetë ambicios, në të vërtetë është dëshmi e qartë një qasje të konsumuar e mbështjellë me slogane, por pa përmbajtje konkrete për realitetin ekonomik të qytetarëve tanë. Plani i punësimit 2025 lë shumë për të dëshiruar, më shumë se kur ka nevojë për korrigjime rrënjësore. Ky plani i punësimit ka pretendime për një qasje gjithëpërfshirëse e që janë të reme. Plani vazhdon të anashkalojë kategoritë më të ndjeshme të shoqërisë, nuk garanton barazi sociale dhe ka një mungesë të thellë transparence në përzgjedhjen e përfituesve për ndarjen e mjeteve publike. Fjalët janë të mëdha, por rezultatet janë të vogla, të paqarta dhe të papërcaktuara. Në vend të strategjisë kemi spektakël, në vend të sloganeve kemi mjegull. Ky plan i paraqitur me entuziazëm nga qeveria synon të bindë opinionin publik për një angazhim ndaj të rinjve, pikërisht në një periudhë kur vendi përjeton eksodusin më të madh. Në të njëjtën kohë, ky dokument shpërfill kategoritë të tjera të shoqërisë, si gratë në zonat rurale, punëkërkuesit afatgjat aktiv dhe të papunët nga komunitetet më të marginalizuara. Mungesa e një plani të mirëfillt të gjithëpërfshirës është goditja më e rëndë ndaj drejtësisë sociale. Mungesa e qasjes profesionale për trajtime dhe trajnime afatgjate dhe modulare praktike tregon se qëllimi nuk është fuqizimi i qytetarëve, por dekorimi i agjendës politike në prag të zgjedhjeve lokale. Vetë vonesa e publikimit të këtij plani në mesin e vitit është dëshmi e mosinteresimit dhe mosrespektimit ndaj qytetarëve. Shpallja e thirrjes së parë të këtij plani në periudhën kur vetëm kanë kaluar 6 muajt e parë të vitit, përbën një farsë burokratike, jo një vizion për zhvillim. Pikat më problematike të planit janë: fokusimi i ngushtë tek të rinjtë deri në 29 vjeç, ndërsa përjashtojnë kategoritë të tjera që ballafaqohen çdo ditë me sfida të mëdha në tregun e punës. Gratë pa puna, të rinjtë jashtë qasjeve urbane dhe punëkërkuesit afatgjat mbesin jashtë këtij plani që më shumë ngjanë me një fletpalosje fushate. Trajnime për vetëm 600 persona në një ekonomi që po vuan për punëtorët të kualifikuar. A është ky një plan për të ndalur emigrimin? Apo është vetëm një numër për të përmendur në konferenca për shtyp? Mungesë totale e matjas së ndikimit real, askush nuk flet për rezultate konkrete. Nuk publikohen të dhëna për përfituesit, as nuk dim për kriteret, as për qindjen e suksesit, janë këto politika serioze apo akte propagandistike. Mungesë totale e matjas së ndikimit real. Përsëri dominimi i sektorit publik dhe punëve sezonale. Ndërkohë që ndërmarrjet private që janë shtylla e zhvillimit ekonomik injorohen krejtësisht, ku është partneriteti publiko-privat? Përmirësimi hapur rrugë për zgjedhje klienteliste dhe politike. Mungesa e qartësisë në përzgjedhje lejon abuzim me mjetet publike dhe normalisht eliminon meritokracinë. Ministri i Ekonomisë në fushat personale me masën e vetëpunësimit e promovon atë si sukses personal, ndërkohë që zero investime të huaja në pjesën perëndimore të Maqedonisë së Veriut. Ne si Aleancë për Shqiptarët kërkojmë dhe propozojmë zgjerim të mbështetjes për kategoritë e lëna pasdore, gratë në zonat rurale, të rinjtë jashtë rrjetit urban, punëkërkuesit aktiv afatgjat. Përfshirja aktive të sektorit privat për të krijuar vende të qëndrueshme pune dhe për të ndalur krizën e mungesës së fuqisë punëtore në sektorin real të ekonomisë. Krijimi i një portali transparent ku të publikohen të gjithë të dhënat, përfituesit, kriteret dhe rezultatet. Transparencë, jo sekrete. Monitorimi i pavarur dhe raporte publike periodike që matin suksesin real, jo vetëm retorik. Rishpërndarje buxhetore, më shumë fonde për masa që japin rezultat, më pak për premtimet që nuk mbahen. Ndalimi i manipulimit me statistika, prezantimi i masave të vjetra si suksese të reja është tallje me inteligjencën e qytetarëve. Publikim urgjent të dhënave për 5 vitet e fundit, sa përfitues ka pasur, sa biznese janë hapur dhe sa prej tyre vazhdojnë edhe më tej të jenë aktiv në treg. Të nderuar qytetarë, vetëpunësimi nuk është sukses kur ofrohet vetëm një aparat dhe më pas ngarkohen detyrime si për kompani të mëdha. Përfituesit detyrohen të regjistrojnë kompani që nga dita e parë dhe menjëherë nisin të ngarkohen kontribute e taksa. Kjo nuk është mbështetje, kjo është bllokat. Ne kërkojmë për që të paktën për 2 vitet e radhës, sa edhe zgjat kontrolli nga ana e shtetit dhe detyrimi i përfituesve për këta grante
njëkohësisht të njëjtit të lirohen nga pagesa e taksave dhe kontributeve. Qeveria ka një detyrim themelor ndaj qytetarëve. Çdo euro i shpenzuar në emër të punësimit duhet të sjellë ndikim real, të ndershëm dhe të verifikueshëm. Punësimi nuk është dekor politik, nuk është propagandë parazgjedhore, është jetë, është dinjitet, është mbijetesë për mira familje. Në fund, planet operative të vitit 2024 dhe 2025 janë të njëjta, me të njëjtat fjali, me të njëjtat qasje të dështuara dhe pa asnjë zgjidhje për sfidat reale strukturore. Qytetarët kërkojnë ndryshim, jo përsëritje. Ata kërkojnë punësim real, jo premtime që shuhen sapo të mbyllen kutitë e votimit.